si njeri. Dhe mendoj që ka shpirtin e artistit më shumë nga ne. Po Ermali? Djali madh. Djali madh. Djali madh, pastaj. Djalin e madh dhe kemi dhe artist edhe bashkëshort shumë të mirë, edhe romantik, djalë. E kemi... Edhe aventurist. Edhe, po, aventurat në ndjekin dhe ne pa aventurat nuk do kishim kuptim. Si të ndjenë kur flet për Ermalin? Ne ja themi shpesh njëri tjetrit dhe... Kur flet publikisht në media, kështu në televizion? Ndonjëherë gjërat Resul edhe nuk thuhen të gjitha, por kuptohen, dhe sigurisht ne midis njëri tjetrit si çdo çift edhe kuptohemi edhe me sy pa folur shumë tashmë, por unë gjithmonë i them që e dua si ditën e parë. Jam mirënjohëse që dashuria... E dua si... Si ditën e parë. A ta beson të Ermali? Nuk e di. Unë kam kuptuar dhe pa ma thënë ai që ai e beson, sepse është në backstage. A është Ermali këtu? A e pysim Ermalin? Po. A i beson të taj fjali? Qo se s'më beson, ja të Qo se s'besoni dëshmi. E dua si ditën e parë, sepse unë mendoj që dashuria ndryshon, nuk është si ditën e parë. Ermal. Mirë se gjeta... Mirë se erdhe... O hy këshu si... Si i thonë ato, i paftum që nuk e gjenë shtrum. Faleminderit shumë. Si jeni zonjat në rume? Resul, pa tjetër që dashuria ndryshon dhe unë doja ta vazhdoja këtë, por dashuria ndryshon duke u forcuar në donë ma shumë. Në çiftin ideal. Pra ti e do më shumë, ti ndjen se e ke krahun tënd të djathtë, ndjen se e ke shok, ndjen se e ke përveç se bashkëshort edhe njeriu që e dashuron. Mjaft tash, mjaft. Mjaft se fillet skuq. Dhe kështu ndryshon dashuria. Tani me pas ditën e parë që donë ka shumë lehtë kishe pas. Vallaj po, tu ke shumë drejtë. Se ka pas pak vështirë. Po më mirë që ka ndodhur ashtu, se unë besoj që një mashkull duhet mundohet për femrën e vet. Edhe nuk jam dakord fare me këta burrat shqiptar që sapo e arrin ta fitojnë kalan, e lëshojnë veten fare. Edhe nuk e ulin ritmin, e shtojnë barkun, edhe ndodhin këto proceset edhe pasaj humbet emocioni, humbet pasioni, edhe humbet edhe lidhja. A më beson të ne? Kemi ala dyshime. Bëjmë pyetje tjera. Është faq interesim për ty, si të është dukur? Unë e kam kuptuar, ka e ke kuptu? Fillimet në Portokalli, sigurisht unë e kam kuptuar pa e shfaqur ky interesin, por interesi që shfaqe Ermali ishte, si që është vetë, kështu tip shumë karizmatik, humorist, edhe që gjërat i bën gjithmonë jashtë rregullave standarde,